Turma dhe individi. Pse njeriu ndryshon kur bëhet pjesë e masës? Njeriu si individ mund të jetë i qetë, i arsyeshëm dhe i kujdesshëm, por kur bëhet pjesë e turmës, sjellja e tij mund të ndryshojë. Turma jep ndjenjë fuqie, përkatësie dhe anonimiteti. Në stadiume, protesta, rrjete sociale apo lëvizje ideologjike, individi mund të thotë e të bëjë gjëra që vetëm nuk do t'i bënte kurrë. Emocioni përhapet shpejt, ndërsa përgjegjësia personale dobësohet. Turma mund të krijojë solidaritet dhe ndryshim pozitiv, por mund të krijojë edhe dhunë, fanatizëm dhe linçim publik. Prandaj, njeriu duhet të ruajë ndërgjegjen individuale edhe kur është pjesë e një grupi. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.